Surja Abese, Mekase, 42 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ai u vrejt dhe ktheu kurrizin kur i erdhi pranë i verbri. E ku e diti, ndoshta ai dëshironte të pastrohej nga gjunahet, ose të merrte këshill, e këshilla t'i sillte dobi atij. Sa për atë që është i pasur, ti atij po i kushton vëmendje, megjithse nuk ke përgjegjësi nëse ai nuk dëshiron të pastrohet. Sa për atë që të vjen duke nxituar dhe ndjen frikë nga Allahu, ti atij nuk po ja vë veshin. Mos vepro ashtu. Në të vërtetë, ky Kur'an është këshill. Pra, kush të doj, le të marrë këshill. Ai ndodhet në faqe të nderuara, të lartësuara, të pastra, në duart e shkruesve engjëj, të ndershëm dhe të drejtë. Mallkuar qoftë njeriu, sa mosmirnjohës që është ai. Prej çfarë gjëje e krijon Allahu atë? Prej pikës së farës e krijon dhe i jep përmasa të rregullta. Më pas ja lehtëson rrugën e lindjes, e pastaj e vdes dhe i cakton një varr, dhe kur të doj, ai e ringjall. E megjithatë, njeriu ende nuk i ka plotësuar ato që i ka urdhëruar ai. Le të mendoj njeriu për ushqimin e vet. Jemi ne që lëshojmë ujë me bollëk, pastaj e çajmë tokën në thellësi dhe nxjerrim prej saj drithërat, rrushin e perimet, ullirin e palmat, kopshtet e dendura, pemët dhe gjithë barërat që t'i gëzoni ju dhe bagëtit tuaja. Por kur të vi ushtima, atë ditë njeriu do të ikë nga i vëllai, nga e ëma dhe nga jati, nga e shoqja dhe nga fëmijët e vet. Atë ditë, secili prej tyre do të ketë aq shqetësim për veten sa do t'i mjaftoj. Atë ditë do të ketë fytyra rrezëllore, të qeshura e të gëzuara. Atë ditë do të ketë edhe fytyra të pluhurosura që do t'i mbuloj errësira. Këta janë jo besimtarët, gjunahqarët.